Në zemër të natyres dhe traditës son, aty ku puna dhe përkushtimi ndërthyen me dashurinë për tokën, zhvillohet një aktivitet i veçantë në stankaj të Rrugovës, ku ruan dhe përcjell vlerat tona brez pas brezi. Aktiviteti tradicional i të qethurave të deleve nuk është vetëm një proces pune, por një fest e trashëgimisë son kulturore, ku bashkohet mjeshtria, përvoja dhe fryma e komunitetit. Në këtë atmosferë të gjallë, rikujtojmë rënjët tona dhe vlerësojmë mundin e atyre që e mbajnë gjallë këtë traditë të çmuar. A një zote ka majti kjo Rrugove shkret. A një o zot ka majti shkret a Rrugove. A një ka moro i ka po me një shoke borën. Aktiviteti nisi me një hapje simbolike, ku ju urua mirëseardhje të gjithë pjesëmarrësve, kontribuesve dhe mbështetësve që dhanë jetë këtij organizimi. Mirë se keni ardhur të gjithë. Dëshiroj t'i falenderoj gjithë për pjesëmarrje. Është një aktivitet që organizohet nga grupi lokal i veprimit agroturizmi, i financuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Komuna e Pejsë. Fillimisht duhet t'i falenderoj Rifat Mulen me bashkëpunëtor që ka ardhur nga Kruma e Hasit, është këshilltar për bujqësi dhe zhvillim rural i zonës të Hasit. Shoqatën rrjetin e organizatave për zhvillim rural të Kosovës, farmer, qytetar, bashkëdhëtar, institucione lokale, janë të ftuar edhe institucione qendrore, sigurisht për angazhime s'kan mujt me mri. Dëshiroj t'ju falenderoj gjithëve në pikat shkurta një aktivitet në lidhje me këtë projekt. Grupi lokal i veprimit është duke zbatuar strategjinë e zhvillimit lokal që ka të aprovuar nga Kuvendi Komunal, po që e ka edhe të akredituar edhe prej Ministrisë Bujqësisë. Masa 5 në këtë periudhë i kemi para pa 5 aktivitete. Ndërto është edhe aktiviteti i qethave, një rit tradicional i farmerëve të zonës, se në këtë rast jemi në fshatin Stankaj, të familja Kurtaj, që tradicionalisht janë marrë me blegtori e posaçërisht me deltari, me mbashtimin e deleve. Ky aktivitet ka për qëllim rujtjen e trashëgimisë kulturore që brezat, brez pas brezi e kanë përcjell gjenerat pas gjenerate. Këto aktivitete kemi për obligim që ti pasojmë të gjeneratat e reja dhe t'i rujmë do tradita shumë të lashta. Ndër aktivitetet tjera që zhvillojmë si grup lokal i veprimit është edhe përgatitja e strategjisë ose projektit socioekonomik. Mandej kandin e lojra për fëmijë që kemi me implementu në një fshat në Bergjan, do anë gjitha aktivitetet zhvillohen në zonat rurale. Ndër aktivitetet tjera që kemi me këtë projekt propozim, është edhe vizita studimore që kemi realizuar në Shqipëri, një bashkëpunim me rrjetin e organizatave për zhvillim rural të Shqipërisë dhe me organizatën apo grupin për veprim lokal të zonës së Përmetit. Kemi shkëmbyer eksperienca me ato zona dhe kemi përfituar një uri të reja për projekte që ata zhvillojnë ose implementojnë në zonat rurale, që mendojmë që edhe në zonat tona apo në viset tona në gjanat e tilla mund të zhvillohen. Grupi lokal i veprimit është i themeluar në vitin 2009 dhe nga ai vit e deri tash kemi qenë aktiv dhe dikun janë implementuar 14 projekte. Nuk janë projekte me vlera të mëdha, investime të mëdha, po ndërto janë investuar domethënë dikun nga 500.000 euro apo 470.000 euro, që janë bo në për zonat rurale, duke përfshirë edhe aktivitete tjera si trajnime, këshillime, që ngritjet kapaciteteve të anëtarëve të grupeve, rishikimin e strategjive,
do janë bë dy herë rishikimi i strategjive dhe në bazë të atyne strategjive tani po implementojmë këto projekte që janë. Unë kisha me falendru posaçërisht farmerin edhe një herë për gatishmërinë që në fermin e tij ta bëjmë këtë aktivitet ta zhvillojmë. Ju falenderoj gjithë për pjesëmarrje, ju dëshiroj që të kaloni çaste sa më të mira me këto aktivitete tradicionale që kanë qenë ose që vazhdojnë të jenë të farmerëve. Farmerët gjithëve vazhdoni për të cilën aktivitetin, rriten, qethërau, besoj që do të ketë edhe pjesë muzikore e gjonat që tradicionalisht jenë zhvilluar. Gjatë aktivitetit u realizuan intervista të ndryshme ku qytetarët shprehen dëshiren dhe thirrjen në vazhdim të kësaj tradite, duke kërkuar që aktivitetet të tilla të shtohen dhe bashkëpunimet të jenë më të mëdha, sepse mbi të gjitha na bashkon identiteti ynë shqiptar. Unë më së pari të falenderoj gjithëve që një ardhë, ju falenderoj për organizimin që e keni bërë, tradicional. Por, janë do gjona që ne po na mundojmë për me mujt me i zhvillua që to gjona që i po thoni ju. Une në jetën time mbaj bend që tu në qëtë fshatë, në qëtë katunistan, kaj janë kënë 2.000 gati dhe në 3.000 copa dhanë. Sot, këtu i kanë veç të djemë të evlaut që to tjetër kush se ka asnjë. Në krejt rrugovë sot nuk bohen 500 copa dhanë me i bledh krejt. E pse? Pse ini tu i ngushtua punët e fermerve. Jerë mas parit e shpallni park nacional. Ku dën me kullot kur shpall park nacional 2.000 copa dhanë? Ku dën me kullot ato? Ato duhen fush me i kullot me i majt. E dyta, duhet me i stimulua fermert. Fermert duhet me i stimulua për me mujt me i mbajt, se apeshe që këtu të në Kosovë, mu stimulua njerëzit, fermert e baktive, fermert që punojnë tokën të gjithë, mu stimulua si duhet, mu punua toka si duhet, nuk kishim pas nevoj me ashtri dorën kur kuj, as për buk, as për kur gjo. Po më do këtë që njerëzit që janë kompetent për këto gjona, pak janë në gjumin e ariut polarë. Duhet mu zhua pak, me këthyë kryet ka populli, se populli mban gjithë shka. E faleminderit për respekt. Atmosfera u pasurua me ushqim tradicional të përgatitura me dashni, të shijuar mes natyrës dhe bukurisë së saj, duke krijuar një përjetim të veçantë për të gjithë të pranishmit. Një ndër momentet më të veçanta ishte procesi i qedhjes së deleve në stankaj, i paraqitur si një traditë e trashëguar brez pas brezi. Puna moru ku? Marë po. Qësh po ecin qethat në Mirë, sotit? shumë rregull. E falenderoj televizionin e juve, Radio Fontana, shumë për mirë se ardhin e juve në këtë fshat stankën të rrugovës. Sa është e rëndësishme qethja dhene dhe cila është periudha më e mirë me qeth dhet? Po kjo është periudha jonë është në stankë këtu, e cila trashëgimi e kem këto brez pas brezi, e cila i kem qeth këto dele, po na këtu zakonisht i qethim rrumullak. Rrumullak. Po, në këtë fshat, ky fshat është një fshat shumë i bukur, është për blegtëri shumë vend i mirë, ndërsa u faleminderoj për pjesëmarrjen e juve. E me këto leshin qethje. e dhene, çka bëhet? A ka pi grumulluse për tu, apo veç e gjuni? Leshin e dhene, vallaj, veç tuja gati, veç tuja fal dikuj që është në martë, ose duhet me gjua se se merkush. E përkrahje për institucione ose komunale, ose për jonë qeverisë, për drejtërisë, për bujqësi atje, a ka diçka rreth këtij organizimit? Po si i marrim që ato subvencionet normal dhene i marrim, ndërsa pak vallaj, pak. E një të knoshën me subvencionet? Dediku se në do vene tjera për shembull që nuk jem të knoqën se
në do vene tjera, për shembull, në Malëzien këto, nëse çka i kemë këto për rreth, i marrin për një delme, i marrin 100 euro, ndërsa këtu me 30 euro shumë më. Shumë faleminderit, e punë të marë, e qethat marë, atë shko viti marës. Faleminderit edhe për juve që keni marrë pjesë, u faleminderoj Radio Fontanën shumë. Gjithsesi. Puna marë, Marë pas. apo na prezentuar që Qazim Besia i Bugë. Qazim, qysh po jetësin qethat si vjetë? Shumë mirë. Sot copa i ki? Po këto janë të këtinave që morë. A këto t'kina, ti veç ke orë me ndimu? Po, me ndimu në qetha. E ti a kina i një? Jo, dhe tash po më mirë në s'kom për po, akom posta që. Për pora ki pas, tash ti ju? Tash ti ju. Okej, sot copa po mund është mi qeth? Pa i si edhe dyku një dhe 20 copa 25. Dhe 20-25. A unë shqetësuese për juve që Jo. leshin e dhane shumicën e rase u gjuhet, e nuk ki pi grumulluse, nuk ki ku me shrit. Po që shjo. Po më gjuhet gjithë mund, se më kukusha sana si. Qethja u demonstrua në formë rrethore, një praktike karakteristik e këtij fshati të njohur për blek të ri. Pjesëmarrësit patën mundësinë të shohin nga afër e gjithë procesin dhe mënyrën se si zhvillohet qethja. Ani të veshi do djemë more po që i kovorugova. Ndërsa drejtori i bujqësisë në Istog, zotri Artan Gegaj, në një intervistë të veçantë, foli për rrjedhën e kësaj tradite dhe vlerat që ajo bartë. Jemi këtu edhe me drejtorin e bujqësisë për Istogun, zotri Artan Gegaj. Artan, përshëndetje. Përshëndetje Radio Fontanës, përshëndetje për krejt këtu. Sot kena ardhe në ditën tradicionale të qethave që e mban Komuna 5 bashkë me organizatat jo qeveritare. Është knatësi, i falenderoj pikëspari këta për ftesën që na kanë bë, edhe është knatësi më kon rrethin e këtyre njerëzve, këtyre fermerëve. Është një ditë shumë e mirë që edhe na si komunë që disa vite organizojmë kryesisht në Mokën dhe në lugun But, kështu që i përgëzoj mas parti për festen, i përgëzoj për këtë ditë kaq të mirë. Besoj që edhe na shumë shpejt ato Kur po pritni, a keni vendos halo, naj data, Na i kena bo thirrjen që para dikoni ka ndoshta një 2 javë, kanë apliku organizata dhe besoj ka fundi mujt korrekt. Në fillim të gushtit do ta marrim edhe na ditën e qethave. Destinacionin nuk i kena vendos halo, po ose do të më konë Mokna, Jerebia ose Lugu i But që janë bjesht pak ma të mira të komunës tonë, kështu që më konë një ditë edhe të na shumë e mirë si viteve kalume, besoj që kena më knaqë këtë zbashkë. Drejtor, shumë faleminderit. E kalosh mirë. Faleminderit edhe juve. Ani si kom reti, si kom Evropa. Ani që trio hermore po. I veshur me kostume tradicionale shqiptare, zotri Hisen Kurti solli një paraqitje mbreslënëse duke interpretuar dhe ndarë disa fjalë për lahutën, si simbol i trashëgimisë sonë kulturore. Afrikan halët e veta që bir as bi nuk ka shkreta. Jo mëre qyshës s'është vetën të kja, por pe kja në një motër që ka metë së qyshën votër. Kja në të motërën e avdis, ju ka këput sot kulmi i shpis. Pa i thonë u vraqa e avdi hysa, mris ka bojke nër dy lisa. Nër dy lisa në malë vranins, e vra vula zogu i shkins. A i buloja kjo malkua, po në atë vranin fort i shranua. Shlejke kali me shtektua, shlejke qik me ufejua. Shumë po vreta i djem të ri, shumë po kthej nusën gjini, e shumë po veshi nonat zi. Edhe u qua i zogu i shkins, e i mor 13 cubat cetis, e i kam sy mrizët e vranins. Jënë zatet me mriz të avdis. Avdi hysa rep piskati, nalë mëre vull musteshe gati. Nalë mëre vull musteshe gati, se sruj dhi për Karadak, se stilshoj këto dhit e kuqe për pajla me gjak këto lugje.
Në shenjë mirënjohjeje, u ndan falëndërime për të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij aktiviteti. Faleminderit gjithëve, faleminderit qytetarëve, faleminderit Nikoqirit, familjes Kurtaj. Ju urojmë suksese, inshallah i shtoni, i rritni, i mbashtoni gjithmonë. Me të marë. Urime gjithëve, urime gjithëve. Fjolla Kurtaj, menaxhere e biznesit Kulla e Rogovasit, theksoi se kjo ditë është një bashkim i veçantë për qethjen e deleve të Naser Kurtaj, duke vlerësuar rëndësinë e ruajtjes së kësaj tradite. Përshëndetje, unë jam Fjolla Kurtaj, jam menaxhere e biznesit Kulla e Rogovasit. Sot jam mbledh për qethjen e deleve të Naser Kurtaj. Që është në promocion të komunës, promovimin e komunës, geleve agroturizëm. Edhe janë mbledhur edhe Rogovas që janë vendit tonë, po janë ardhur edhe prej vendeve të ndryshme. Gjithçka është perfekt, tash kemi kthy dreken edhe ju qoft mirë krejtve. Anime e gjuto ka te dhe ka I kem pos. Në fund, gjatë kohës së drekës, të gjithë pjesëmarrësit u shërbyen me ushqime tradicionale, duke e përmbyllur këtë ditë me shije dhe me kujtime të bukura. Aktiviteti u shoqërua me këngë folklorike, me një atmosferë të ngrohtë, ku pjesëmarrja ishte e madhe dhe plot gjallëri. Ani o zbrim zume zbrit more povni sor kobzone. Ani dile more zon brevov te plosin o sytë. Ani shkote mi e thush more, po se sot e krytëm. Ani vetë vogël, po pero me je kallëzu. Ani ka shuk njozi besa o me të rrethu. Ani ata kryje po me të voshkuretu. Ani në kofto nja të shekun bobre si jo kele.
Ani në Shqipe një krye po mos me to po pre. Ani si ka me të more po ne malot e zi. Ani o per mendo more të mjere në Shqipëni. Ani burra le ka po dhe ka striota. Ani para juve ore po shihet o bota. Ani ovo ju burrat varet e shqiptarisë. Ani o ju o krenë more po te gegetos knis. Ani pash njato zotë more po emni nove jujën. Ani mos lakmoni ovne pore to hujë. Ani sa do vod more po që ka me shku. Ani me thmit juj more besa, ka me vo gjyku ani. Ky aktivitet dëshmoj edhe njëherë se traditat tona nuk janë vetëm kujtime të së kaluarës, janë vlera të gjalla që na bashkojnë dhe na japin identitet. Përmes këtij organizimit të qedhjes së deleve, ruajmë rrënjët tona dhe përcjellim ato me krenari të gbrezat që vijnë, duke mbajtur gjallë shpirtin shqiptar në çdo kohë.